Loredana dhe Jozi janë ulur pranë njëri tjetrit në një cep të shtëpisë, larg syve dhe veshëve të banorëve të tjerë. Atmosfera mes tyre është e qetë, por njëherëzi e mbushur me pritshmëri. Loredana e shikon Jozin me një buzëqeshje të lehtë, sikur po mendon diçka prej kohësh dhe më në fund ka vendosur ta shprehë. Jozi, thot ajo me një ton të butë, duke e parë drejtë në sy. Ke menduar ndonjëherë si do të jetë jeta jonë pasi të dalim nga shtëpia? Jozi e shikon me kureshtje, duke u mbështetur më mirë në divan. Më pse po ma bën këtë pyetje? Loredana buzëqesh dhe kalon gishtat në flokët e saj, sikur po përgatitet të thotë diçka të rëndësishme. Sepse kam menduar shumë për këtë dhe mendoj se ndoshta ne të dy mund të bëhemi një çift i vërtet, jo vetëm brenda shtëpisë. Jozi hap syt i befasuar, duke mos e pritur një deklaratë të tillë kaq hapur. Po ti e di që këtu brenda gjërat janë ndryshe. Jashtë është një botë tjetër, një realitet tjetër. Loredana tund kokën, duke u afruar më pranë tij. E di, por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund ta provojmë. Deri tani kemi kaluar shumë momente të bukura bashkë, kemi ndihmuar njëri tjetrin, kemi qeshur, kemi bërë lojra. Nuk mendon se ndoshta kjo mund të jetë diçka më shumë se thjesht një lojë? Jozi qëndron për disa sekonda në heshtje, sikur po përpunon fjalët e saj. Pastaj buzëqesh lehtë dhe i shtrëngon dorën. Nuk e di, Loredana, por nëse ti e ndjen kështu, ndoshta ja vlen ta provojmë. Më pëlqen ideja që të mendojmë për diçka më shumë se ky spektakël. Loredana qesh dhe e shikon me një shkëlqim në sy. Atëherë, pse të mos bëjmë disa plane? Mund të udhëtojmë diku pas spektaklit, të kalojmë pak kohë vetëm ne të dy dhe të shohim se si do të funksionojë gjithçka mes nesh në jetën reale. Jozi tund kokën me miratim, duke u dukur më i bindur për idenë. Kjo më duket interesante. Le të shohim si do të shkojë çdo gjë. Ndoshta ky është vetëm fillimi i diçkaje të bukur. Të dy qeshin dhe vazhdojnë bisedën e tyre, duke ndërruar për një të ardhme që ende nuk e dinë nëse do të bëhet realitet apo thjesht një iluzion i krijuar nga loja brenda shtëpisë.